Opozita sapo ka nisur protestën e saj në bulevardin Dëshmorët e Kombit kundër qeverisë. Tubimin opozita e quan përballje direkte me korrupsionin dhe arrogancën e pushtetit. Partia Demokratike kërkon dorëheqjen e kryeministrit Rama, duke akuzuar qeverinë për bllokim të drejtësisë dhe refuzim të mbledhjes së Këshillit Mandateve për heqjen e imunitetit të Ballukut. Sipas opozitës, protesta po mbahet për të denoncuar pandëshkueshmërinë dhe kapjen e shtetit. Pak minuta më parë, protesta nisi zyrtarisht në bulevardin Dëshmorët e Kombit, ku mblodhën nga i gjithë vendi me itinerarin e zakonshëm, ku kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha del nga Selia Blu dhe i bashkohet në shesh. Edhe në protestën e sotme, opozita po praktikon fjalimet e njëpasnjëshme nga eksponentë të ndryshëm, jo vetëm nga radhët e partive opozitare, por edhe nga shoqëria civile. Protestë që përmbyllet me fjalimin e kreu demokrat Sali Berisha. Ende nuk dihet nëse do të përsëritet i njëjti skenar, ai me përplasjet forta me policin apo i zhvendosjes nga ambientet përpara kryeministrisë tek parlamenti, sikurse në protestën e fundit, ku hedhja e molotovëve dhe përdorimi i gazit lotësjellës e kthyen protestën në të dhunshme. Rreth 1300 efektiv policie janë në gatishmëri për mbarvajtjen e kësaj proteste, përfshirë edhe forcat speciale. Ndërsa, si gjithmonë, disa akse rreth zonës së tubimit janë bllokuar. Ishte ambasada amerikane ajo që paralajmëroi qytetarët e saj ditën e sotme për ta shmangur këtë tubim dhe zonën përreth, pasi parashikonte tensione. Majoranca socialiste po përgatit ndryshime në kodin e procedurës penale që do të kufizojnë pezullimin nga detyrat të funksionarëve të lartë shtetëror. Nisma vjen pas vendimit të gjykatës së posaçme për pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku dhe ndarjes 4-4 të vendimit pa vendim, siç e quan kryeministri të gjykatës kushtetuese për këtë rast, që la në fuqi pikërisht këtë vendim. Ndryshimet pritet të prekin enin 242, duke përjashtuar nga masa e pezullimit jo vetëm personat e zgjedhur, por edhe presidentin, kryeministrin, antarët e kabinetit, avokatin e popullit, kreun e KLSH-s dhe guvernatorin e Bankës së Shqipërisë. Sipas mazhorancës, synimi është garantimi i funksionimit normal të institucioneve dhe sqarimi i kompetencave mes spakut dhe ekzekutivit. Ndërkohë Rama ka deklaruar se nuk ka urgjencë për shqyrtimin në kuvend të kërkesës së spakut për heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, ndërsa vendimi i plotë i gjykatës kushtetuese ende nuk është publikuar. Raporti i fundit i Transparency International tregon se Shqipëria ka rënë në indeksin e perceptimit të korrupsionit nga 42 pikë në 39, duke zbritur në vendin e 91 globalisht. Kosova gjithashtu shënon rënje me 43 pikë dhe renditet e 76-ta. Sipas organizatës, dobësia e institucioneve, përqendrimi i pushtetit, ndikimi politik mbi gjyqësorin dhe mungesa e transparencës rrisin rrezikun e korrupsionit në Ballkan dhe Azinë Qendrore. Disa vende si Ukraina, Moldavia dhe Armenia tregojnë se reforma dhe mbrojtja e hapësirës qytetare mund të përmirësojnë situatën, por sfidat mbeten të mëdha, ndërsa rajoni përballet me erozion demokratik dhe pengesa për llogaridhënie. Raporti nxjerr në pa nevojën për reformat strukturore, kontroll të pushtetit dhe mbikëqyrje publike efektive. Dhoma amerikane e tregtisë në Shqipëri shpreh shqetësim për funksionimin e paqëndrueshëm të platformës i Albania, duke paralajmëruar rreziqe konkrete për biznesin, stabilitetin ekonomik dhe sigurinë e dhënave sensitive. Ndërsa vlerëson investimet në digitalizim si hap pozitiv drejt modernizimit, AmCham thekson se mungesa e auditimeve të rregullta, masave të përditësuara të sigurisë dhe përputhjes me standardet ndërkombëtare krijon pasiguri serioze. Sipas raportimeve të antarëve, disa shërbime të Albanias kanë ndërprerje, vonesa, akses të kufizuar në oraret dhe performancë të paparashikueshme, duke penguar kompanitë të përmbushin detyrimet ligjore dhe të operojnë normalisht. Dhoma tregtare ngrej gjithashtu shqetësime për proceset e prokurimit publik në sektorin TIK, që sipas saj dëmtojnë konkurrencën dhe rrisin rreziqet në menaxhimin e fondeve dhe të dhënave sensitive. AmCham i kërkon qeverisë masa urgjente për fshirë auditime të pavarura, siguri dhe më shumë transparencë, duke ofruar njëkohësisht bashkëpunim dhe ekspertizë ndërkombëtare. Aktori Anila Bisha ka depozituar padi në gjykatën administrative kundër Këshillit të Ministrave, Akshit dhe kompanisë private të përfshirë në projektin e ministres virtuale Diella, duke kërkuar pezullimin e menjëhershëm të përdorimit të imazhit të saj. Sipas padis, 57 vjeçaria pretendon se pamja e saj është përdorur pa bazë ligjore dhe jashtë kushteve të kontratës. Ajo kërkon mas sigurimi që imazhit mos përdoret deri në përfundim të procesit gjyqësor. Çështja lidhet me rikrijimin e figurës së saj në formë avatari për Diellën, e prezantuar publikisht si ministre e prokurimeve publike. Sipas Bishës, kontrata me kompaninë Aleat ishte e vlefshme deri më 31 dhjetor 2025 dhe parashikonte vetëm përdorimin e imazhit për asistenten virtuale në platformën e-Albania, jo për funksione të tjera publike apo politike.
Në gjykatën kushtetuese nisi sot shqyrtimi i ankimit të Partisë Demokratike mbi ndryshimet e miratuara në rregulloren e kuvendit me votat e mazhorancës. Partia Demokratike kërkon pezullimin dhe shfuqizimin e vendimit numër 57 datës 16/9/2025, duke argumentuar se këto ndryshime cënojnë ndarjen e pushteteve dhe pasqyrojnë ndërhyrje të pushtetit ekzekutiv në kompetencat e legjislativit. Përfaqësuesi ligjor i PD-s Marash Logu theksoi se vendimet janë marrë pa mbledhjen e kuvendit dhe përqendrojnë pushtetin në një dorë, duke krijuar si për shpërdorim, PD pret nga gjykata kushtetuese pezullimin e vendimeve deri në vendimin përfundimtar. Në një mbledhje të tensionuar të Komisionit të Ekonomisë, kreu i grupit parlamentar të Partisë së Lirisë Tedi Blushi u përplas me deputetin socialist Erion Braçe për premtimin e paralizuar të uljes së TVSH për ushqimet bazë. Blushi kërkoi që PS të kërkojë ndjesë publike për qytetarët dhe pensionistët, duke e cilësuar premtimin e vitit 2013 si mashtrim elektoral. Ai theksoi se ulja e TVSH-s nga 20% në 5% nuk është vetëm masë ekonomike, por akt social dhe moral i domosdoshëm për familjet në nevojë. Blushi akuzoi qeverinë se përfitimet kanë shkuar te oligarkët dhe bizneset e mëdha, ndërkohë që qytetarët paguajnë ushqime deri 50% më shtrenjtë se në BE. Ai bëri thirrje për miratimin e projektligjit për uljen e TVSH-s për të garantuar jetesën me dinjitet. Kryetari i Bashkisë Rogozhinës Edison Memolla u arrestua pas konfirmimit nga gjykata e posaçme e apelit të dënimit me 1 vit burg për korrupsion aktiv në zgjedhje në bashkëpunim. Bashkë me të u ekzekutua dënimi për Blerim Xhamanin dhe Ndritshim Tavxhafën, gjithashtu për korrupsion zgjedhor. Xhamani u shpall fajtore dhe për falsifikim dokumentesh. Memollës ju hoqe drejta për të ushtruar funksione publike për 5 vite. Hetimi nisi pas publikimit të një përgjimi ku ai ndërhynte tek një punonjës i OSHE-s për të siguruar votën e një abonenteje në zgjedhjet lokale të 6 marsit 2022. Çështja hyn në fazën e vuajtjes së dënimit dhe largimit nga funksionet publike. SPA ka përfunduar hetimet ndaj Elvis Roshit dhe ka kërkuar në gjykat kalimin e çështjes për shpërdorim detyre. Hetimi lidhet me parregullsi në procedurat tenderuese gjatë drejtimit të Bashkisë Kavaj, ku dyshohet për një dëm ekonomik prej 33 milion lekësh për rikonstruksionin e qendrës dhe ndërtimin e rrugëve. Shkeljet u konstatuan nga auditimi i periudhës 2013-2014 nga KLSH, duke përfshirë përdorim të standardeve të ndryshme dhe skualifikim të padrejtë të operatorëve. Çështja do të shërtohet nga gjyqtarja Rudina Palloj, duke shënuar kalimin e procesit në fazën gjyqësore pas hetimeve të SPA-kot. Banorët të lagjeve 7 dhe 8 në Durrës protestuan sot para bashkisë për shpronësimet që lidhen me projektin lidhja e currilave me rrugën Aleksandër Goga. Ata u përplasën me zyrtarët dhe policinë bashkiake duke kërkuar llogari për vendimin dhe duke u ankuar se nuk ishin marrë njoftim paraprak. Protestuesit kundërshtuan vlerën e shpronësimit dhe kërkuan që bashkia të sigurojë fillimisht strehim. Bashkia njoftoi se janë caktuar 867.776.164 lekë për 131 banor të prekur nga investimi, përfshirë pronat private dhe ato shtetërore. Gjatë kësaj proteste, policia shoqëroi me forcë disa prej protestuesve, ndërkohë gjatë orëve të pasdites, këshilltarët e mazhorancës në Këshillin Bashkiak shtyn për një mbledhje tjetër shqyrtimin e projekt vendimit për dhënien e bonusit të qiras për familjet, banesat e të cilave janë prishur në kuadër të projektit TID. Projekt vendimi ishte parashikuar si pika 13 e rendit të ditës dhe kishte në fokus mbështetjen financiare për familjet e prekura nga shpronësimet. Gjatë mbledhjes u shfaqën kundërshtime dhe tensione të shoqëruara me protestë nga banorët dhe këshilltarët të Partisë Demokratike. Ndërkohë menjëherë ka qenë reagimi i deputetit Partisë Demokratike Ervin Saliani, i cili kërkoi nga policia të lirojnë menjëherë të rinjtë arrestuar në këtë protestë, pasi siç tha ai, qytetarët po kërkojnë vetëm pronën e tyre. Banorët e fshatit Imsht, njësia Bubullim Lushnjë, dolën në protestë sot kundër përpjekjes për tjetërsimin e tokave që ata i punojnë prej vitesh brenda argjinaturës së zonës. Ata denoncojnë se një individ po pretendon këto toka pa dokument ligjor dhe nuk do të pranojnë humbjen e tyre. Pas kundërshtimeve, disa banor janë thirrur në polici për deklarata, ndërsa të tjerët u mblodhën pranë komisariatit për mbështetje. Njëri prej banorëve shpreu zemrimin se tokat janë përdorur dhe mirëmbajtur ndër breza, por tani pretendohet të tjetërsohen pa ligj. Është pikërisht Elton Çekrezi, ai që do të investojë në këtë zonë për një park fotovoltaik, mirëpo mashtrimi me tokën tek leja për fotovoltaikët në Imsht të Lushnjës dhe misteri i miliardave duhet të marrin vëmendjen e SPA-kut. Banorët e Rjollit zhvilluan një takim me kryebashkiakun e Shkodrës Benet Beci për të kërkuar sqarime mbi projektin e kompanisë Gjener 2 në Velipoj që sipas tyre ka zaptuar tokën. Beci u tha se bashkia nuk ka kompetencë mbi zonën dhe i kërkoi banorëve të dorëzojnë kërkesë me shkrim për informacion mbi lejen e ndërtimit. Banorët paralajmërojnë se do të vijojnë protestat dhe nëse nuk marrin zgjidhje do t'i drejtohen ambasadave të SHBA-ve dhe BE-s në Tiranë. Kjo e sotmja shënon ditën e 8 të protestave kundër ndërtimit të resortit në Velipoj nga oligarku Bashkim Ulaj.
Në Hag vijoi sot seanca për konkluzionet përfundimtare për ish-drejtuesit e UÇK-s Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi pas pretencës së prokurorisë një ditë më parë për 180 vite burg në total për të katërt. Prokuroria pretendon se Hashim Thaçi ka mashtruar disa herë ndërkombëtarët duke ndikuar perceptimin e tyre mbi funksionimin e UÇK-s dhe rolin e ish-prorëve. Pas kësaj deklarate reagoi sërish kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në rrjetet sociale duke konsideruar një prokuror ndërkombëtar si idiot, duke mbrojtur Thaçin, të cilin e quan vëlla pas kërkesës për burgim 45 vjeçar. Prokuroria argumenton se edhe pse Thaçi nuk ushtronte komand sipas standardeve të NATO, struktura e UÇK-s ishte e mjaftueshme për të konstatuar përgjegjësinë e tij. Ndërkohë sot gjykata speciale e Hagës liroi ish-komandantin e UÇK-s Haxhi Shala. Prokuroria e Bosnjë-Hercegovinës ka hapur një lëndë hetimore për rastin e njohur si snajperistët e fundjavës gjatë rrethimit të Sarajevos. Hetimet nisën pas raportimeve të mediave italiane, sipas të cilave shtetas të huaj paguanin për të qelluar civil nga pozicionet e ushtrisë Republikës Srpska në vitet 92-95. Autoritetet bosnjake kanë kërkuar bashkëpunim nga Italia dhe Haga për verifikimin e informacioneve. Në Itali po hetohet një 80 vjeçar i shofer kamioni i dyshuar për përfshirje në veprimtari snajperiste kundër civilëve. Ai dyshohet se ka vepruar me persona të tjerë ende të pa identifikuar. Gjatë rrethimit 4 vjeçar të Sarajevos, mira civil u vrane, u plagosën përfshirë shumë fëmijë. Megjithse gjykatat ndërkombëtare kanë konstatuar se fushata snajperiste synonte terrorizimin sistematik të popullsisë, deri më sot asnjë snajperist individual nuk është ndjekur penalisht. Presidenti francez Emmanuel Macron paralajmëroi se Europa mund të humbas rolin e saj global brenda 5 vitesh nëse nuk bëhet një aktor i pavarur në arenën ndërkombëtare. Ai kritikoi një qëndrim vetëm vëzhgues ndaj zhvillimeve globale, duke paralajmëruar për nënshtrim politik dhe ekonomik. Macron mbrojti idenë e një huamarrje të përbashkët nga 27 vendet e BE-s për të financuar investime strategjike në mbrojtje, teknologji, industri të gjelbër dhe inteligjencë artificiale, duke sfiduar dhe hegemoninë e dollarit. Ai theksoi se fragmentimi politik dhe mungesa e vizionit të përbashkët e kanë dobësuar historikisht Europën dhe paralajmëroi për pasojat e një qëndrimi të pasivitetit në sfidat e ardhshme. Politika britanike është shumë e tensionuar. Stabiliteti formal i qeverisë nuk garanton më siguri politike. Kryeministri Keir Starmer u ka mbijetuar goditjeve të fundit, por nuk ka fituar ende autoritet të plot brenda partisë dhe në opinionin publik. Zgjedhjet lokale përbëjnë një afat urgjent, ku rezultatet e dobta mund të interpretohen si dobësimi i lidershipit të tij. Paralelisht, Nigel Farage dhe partia e tij Reform UK shfaqen si faktor destabilizues, duke përfituar nga zemrimi popullor dhe duke depërtuar edhe në bastionet tradicionale laboriste. Një analizë e fundit e GB News tregon një Britani në moment kthese, ose Starmer i merr kontrollin, ose presioni populist do të bëjë qeverisjen më të brishtme, pasqyrim ndikimi jo vetëm në Westminster, por edhe në politikën europiane.